Elhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Falenderojmë Allahun, paqja, mëshira, bekimet e Allahut qofshin mbi më të dashurin e Allahut, mbi të dërguarin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të ndershme dhe shokët e tij fisnik. Vëllezër të nderuar, motër të respektuara, vëllai i nderuar Esmerald, duhet të kemi qartë, siç e kemi shpjeguar edhe në kursin e parë të mësimit leximit të shkronjave, apo mësimin e leximit të Kuranit, se shqiptimi i germave në gjuhën arabe është jashtëzakonisht e rëndësishme, është bazike, është fundamentale. Nëse do me lexu Kur'anin ashtu që ka zbrit duhesh me i shqiptu germat në mënyrën më të përsosur, ashtu qysh duhet. Edhe për këtë dietarët kanë bërë një kontribut shumë të madh edhe kanë tregu shumë qartë që të mos ngatërohen germat edhe që të mos artikulohen germat gabimisht, se ku dalin ato germa, ku e kanë vend artikulimin, vendaljen e germave apo shkronjave. Dhe këtu duhet dim se janë 17 vend artikulime të ndryshme, apo vendalje të germave të ndryshme, dhe një vend ka mundësi të ketë më shumë se një germ, si për shembull, me buzët e kemi germën B, kemi germën M, e kemi germën F. Ndërsa 5 bazike, ato janë pjesa e mbrëmshme e gojës dhe fytit, pastaj fyti, veçmas, ato janë disa shkronja dhe në renditje të veçantë ka të ndryshme, për shembull kafi është më lart, e, hemze, e është më poshtë, kemi buzët, kemi gjuhën, me gjuhë, dhe janë shumë germa, formohen me gjuhë, edhe pjesa e mbrëmshme e hundës. Rreth kësaj teme kemi shpjeguar edhe më herët, e kemi trajtuar këtë çështje edhe më herët, duke e ilustruar qartë që ta shihni praktikisht dhe kjo tash ju del në ekran. Ky mësim duhet patjetër të rishikohet edhe në këtë kurs të tajwidit në mënyrë që shkronjat apo germat të shqiptoni sa më mirë. Edhe jo, shikues të nderuar, duhet patjetër çdo germ që e shqiptojmë në video edhe jo ta përsërisni. Dhe ta kontrolloni apo e shqiptoni mirë. Sidomos germat të cilët janë në gjuhën arabe të veçanta, që nuk ekzistojnë në gjuhën shqipe, si për shembull dhad, si për shembull kaf, si për shembull ha. Këto janë shumë të rëndësishme. Ky mësim është me rëndësi të veçantë, prandaj ju këshilloj që ta mësoni me kujdes. Walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum wa rahmatullah.